lëvizjes vetëvendosje është që të ndryshoj dhe të imponohet vota e deputetëve të studentëve të Republikës së Kosovës. Siç e kemi potencuar disa herë, deputeti është i lirë dhe nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyrues. Është përfaqësues i popullit, askush nuk mund ta detyroj dhe t'i kërkoj votën, por ai është i lirë që të votoj. Ne tani ne jemi shprehur disa herë që nuk jemi të gatshëm që të kemi marrëveshje politike. Kryetari i Kuvendit zgjedhet në dy forma, ose me marrëveshje politike ose duke sjellur një kandidat i cili do të ishte i pranueshëm. Ne kemi potencuar disa herë që për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonin pikë së pari për shkak të historisë së tyre, për shkak që janë shkelës të vazhdueshëm të Kushtetutës. Ju e keni pa dhe pas betimit që e kanë dhënë në Kuvendin e Republikës së Kosovës si deputet, të njëjtit vazhdojnë të dalin në zyrë dhe i kanë marrë peng institucionet e Republikës së Kosovës që nënkupton ta kanë shkelur betimin e